Kohën e fundit, sot shembull, është mbroj kryesisht 70% punohet toka. Tu e mësua Ministria e Bujqësisë me gronde ndryshme, atëherë detyrimisht kanë pas nevojë me mbulu tokën për shkak të lehtësimeve dhe obligime dhe shpenzime që kanë shumë më të vola kur shteti mbulon. Edhe tash mbas meje, në aspektin e përgjithshëm flas që shteti si shtet na ka anëshkaluar bujqësinë, ka anëshkaluar fshatrat, se fshatrat e Kosovës janë burim i ekonomisë përgjithshme. Qoftë me perime, qoftë me shtoncë, qoftë me mbjellra, domethënë duhet me konë Ministria e Bujqësisë faktor numër 1 për mi përkra bujqësit edhe mi kthy dhe rinin, se kur i ki mundësit, atëherë edhe zhvillimi edhe ekonomia janë një vetë. Beqiri tha se në të kaluarën ai numëronte një numër të madh të pulave e nuk kanë munguar as kafshët e tjera të fermës, si delet, lopët e dhit. Si fëmijë, si familje e madhe kemi pas edhe lop, edhe bollica, edhe dele, kryesisht për shpenz, me pula, qora, gosa, gjitha këto i kemi kultivu brez mas brezi. Më thonë, jam edhe unë ai që e kom përcjell këtë kultivim të shpenzve, edhe po thamë, dedikojët, sot për sot e kam vetëm një për shkak të kurreshtis mirëna me to, po jo edhe qaq. Çfarë race janë xhaxha? Mush më na tregu pak më shumë rreth tyre? Po janë raca ndryshme të pula, është edhe kjo pula e bardhë, është më e veçantë se kjo gjatë këtë kohës prodhon vezë, edhe këtu zagrepet që i thojmë një fjallë popullore janë shumë dhonë edhe mish edhe për vezë janë shumë të përshtatshme. I përmende vezët nga të cilat ju i shfrytëzoni vetëm për nevoja familjare apo dilni edhe në treg për me to? Sështë gjithmonë i kemi përdorur për nevoja familjare dhe për familjen e gjonë dhe për rrethin e gjonë, me gjithmonë gratis. Jo që kom pas arsyet, kam një interes të holla pej pula, se kemi edhe të ardha burime tjera. Kështu që gjithmonë janë kur është koha familja e gjonë, furnizoj ata kur kanë nevojë.